Një kalkulim të thjeshtë të kësaj bote nëse e bëjmë, vallahi shumë thjesht e ka çdo kush me neve ta din gjendjen e tij në raport me Allahun xhallahu ala. Po nëse e përdorim një rregull që dietarët e kanë përmend, për ta njohur pozicionin ton, kanë frikë se nuk na dal rezultati si duhet apo. Andaj kanë thonë dietarët, idha aradta an ta'rifa maqamak fanzur fi ma aqamak. Nëse dëshiron ta dish pozitën tek Allahu, shiko me çka të ka angazhu. Wallahi nëse Allahu të ka angazhu që me orë të tëra të kalosh në futboll, në bisedat kota, apo dije se kaq vlen tek Allahu, nuk vlen më lart bisedosh. Kjo është pozita jote tek ai apo. Por nëse Allahu të ka angazhu që tërë angazhimet, tërë preokupimet, tërë dertë të jetë gjatë ditës dhe natës, si të qëndroj, si të rezistoj kur goditën këtë mejdan, e pasaj si të t'ja bëjnë këtë mejdan, e si të rezistojnë këtë fush betej, e si të t'ja bëjnë me këtë ushtri, gjithmonë jem për prim të strategjisë, apo duke luftu për hir të Allahu xhallahu ala. Atëherë Allahu xhallahu ala tregon se pozita tek Allahu është kjo, apo luftar në rrugën e Allahut azza wa jall. Prandaj shikon nga veprimtaria jote, shikon nga angazhimet, shikon nga përditshmëria jote për të përcaktuar pozitën që ke tek Allahu xhallahu ala. Por kjo nuk do të thotë se duhet pastaj të bësh pesimist. A kështu që nga puna të vazhdo? Jo, por të përmirësosh gjendjen tënde. Nëse do me përmirësu pozitën tek Allahu xhallahu ala, përmirësoje angazhimin dhe preokupimin tënd. Preokupimi themelor këtë botë duhet të jetë tash të rezistosh, mos harro, të rezistosh, nga se je i luftuar nga të gjitha anët, të gjithë e dëshirojnë margaritarin e imanit tënd që e ki në zemër. Nëse nuk mund të vjedhin tërësisht, dhe nuk mund të grabitin tërësisht, së paku dëshirojnë të dëmtojnë që t'ja ulin vlerën, t'ja ulin çmimin që nesër tek ahireti, kur bëhet blerja e xhenetit me shpirt, mos të vlen sa për xhenet ato. Nëse ka njerëz që e kanë mallin, po fatkeqësisht e kanë devaluar, nga se nuk e kanë ruajtur mallin që e kanë. Edhe unë kam thënë shembull më herët, shembull shumë konkret. Një njeri nëse ka një makinë, apo të vitit 2012, çfarë do qoftë ajo? Mercedes, BMW, shumë e shtrejt. Dhe është nisë për në treg me e shit. Dhe çmimi i kësaj makine në treg bën për shembull 20.000, 30.000 euro. Dhe e me këtë njëtë shku me e shit. Por rrugës njerëzit nga xhelozia kanë dashur që këtë makinë të ati të dëmtojnë maksimum, që kur vjetë të tregu, apo të shitet për pjesë, të mos vlen për asgjë. Në qoftë se ai nuk i reziston goditjeve, po rrin shlirë dhe të tjerë godasin makinën e tij, kur shkon në treg me këtë makinë të goditur, e të shëmtuar, sa u mërmania mund të ashet? Nuk e blen kush apo? Se merr kush e godit, ti ka thua 2012 ka kjo është firmë, kjo lloj është shumë i dobishëm, është shumë, megjithatë është i goditur atë. Andaj, nëse na godasin me shikim, e na godasin me ndëgjim, e na godasin me kohë, e na godasin me angazhim, e na godasin me këtë e me atë, ku jetë bukuria e imazhit të fesë tonë? Si ta mërmenja pastaj do të dalësh tek Allahu në treg dhe të shitesh, e i tërë je i goditur, apo e i tërë je i llomitur, e i tërë je i prishur. Nuk vlen për asgjë. Ti mund të jesh në kuptim të lloj i mirë, apo mirë, po nuk vlen për treg. Pra e thot Ibn Qayyim rahimullah, ai i cili e din në çfarë tregu do të shitet, e din se çfarë çmimi duhet t'ia vetes së tij. E qoftë se ti don me shit makinën, apo në tregun e makinave të përdorura, e din sa çmimi. Nga sa atje çmimi më i lartë mund të jetë 10.000 euro, ose makinat e tilla. Por nëse don ta shitësh makinën në ndonjë sallon të bukur të kerreve, atëra vetë fakti ku do shitet hip çmimi atë. Andaj nefsin që ti e bart vllai nderuar, a din ku ke më shit nesër? Ki më shit nesër në tregun ku do të prezanton njëjtin mall Ebu Bekri, Omeri, Ibn Mesudi, Ibn Temia, Ibn Qayyim, filoni Fisteku, ata do të prezantojnë mallat e tyre apo makinat e tyre të ruajtura, të pagoditura, nga se kanë rezistuar, kanë larguar çdo goditje, e kanë ruajtur të pastër. Ndërsa ne dalim dhe e vendosim makinën tonë në treg, apo
po kemi frikë që nuk lejojnë as që ta prezantosh, nga se nuk i plotëson kushtet as për ta prezantuar në treg, e jo për më tepër ato. Andaj rezistenca na e ngrit çmimin. Në qoftë se rezistojmë, në qoftë se qëndrojmë, e jo të llastohemi, e jo të arsyetohemi, e jo të humbim kohë, nga se dije të gjitha janë në llogari të goditjeve. Dhe gjitha këto goditje e humbin imazhin, dhe gjitha këto goditje e zbejnë dhe e dobësojnë rezistencën, dhe sa më tepër të dobësohet rezistenca, apo vonohet kënaqësia, e sa më tepër vonohet kënaqësia, vonohet uniteti, e çdo vonim në këto drejtime nuk është në favorin dhe në dobin tonë.